Gjeneta Fetahu ka reaguar me tone të forta dhe kritike ndaj vendimit të Albës për të vendosur mbulesën, duke ngritur dyshime serioze mbi sinqeritetin e këtij veprimi. Sipas saj, ky hap nuk ka ardhur si rezultat i një reflektimi të brendshëm apo bindjeje personale, por është përdorur si një strategji loje brenda formatit, me qëllim për të tërhequr vëmendje dhe për të ndikuar opinionin publik. Në deklaratën e saj, Gjeneta u shpreh se vendimi i Albës është përjetuar prej saj jo vetëm si i pavend, por edhe si një tallje dhe ofendim, duke nënkuptuar se tema e mbulesës është tepër e ndjeshme për të trajtuar lehtë apo për interesa personale. Ajo theksoi se Alba, sipas mendimit të saj, nuk është personi i duhur për të folur mbi këtë çështje, duke vënë në pah kontrastin mes sjelljeve të saj të fundit dhe vendimit të marrës së fundmi. Gjeneta rikujtoi se vetëm një javë më parë, Alba kishte pasur momente intime me Limin brenda shtëpisë, gjë që sipas saj bie ndesh me imazhin që ajo po përpiqet të krijojë tani. Ky ndryshim i menjëhershëm, sipas Gjenetës, nuk është as pak i natyrshëm dhe duket si një lëvizje e kalkuluar për të përfituar emocionalisht nga publiku. Kjo është karta e fundit, la të kuptohet ajo, duke sugjeruar se Alba po përdor çdo mjet për të qëndruar në lojë. Më tej, Gjeneta shtoi se Alba ka qenë e vetëdijshme për zhvillimet që do të ndodhnin në shtëpi. Përfshirë edhe hyrjen e Iqbalës dhe se ka ditur saktësisht se si ta shfrytëzoi këtë situatë në favor të saj. Sipas saj, zgjedhja e kohës për të marrë këtë vendim nuk ka qenë as pak rastësore, por e menduar mirë, duke synuar të krijojë reagime të forta dhe debat të gjerë brenda dhe jashtë shtëpisë. Reagimi i Gjenetës ka nxitur diskutime të shumta në rrjetet sociale, ku opinioni publik është ndarë mes atyre që e mbështesin qëndrimin e saj dhe atyre që mbrojnë të drejtën e Albës për të marrë vendime personale, pavarësisht rrethanave. Gjithashtu, familja dënon as për komentet thyese, bullizuese dhe denigruese që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, duke theksuar se këto sjellje nuk pasqyrojnë vlerat e një shoqërie të shëndetshme dhe se secili individ duhet të mbajë përgjegjësi për fjalët dhe veprimet e veta në hapësirën publike. Në reagim nënvizohet qartë se Alba nuk i jep llogari askujt për jetën e saj personale dhe se, ndonse fenomene si tradhtia apo dhuna ndodhin edhe jashtë formatit televiziv, ato nuk duhet në asnjë rast të justifikohen apo të normalizohen nga shoqëria. Në fund të deklaratës, familja shpreh mirënjohje të thellë dhe falenderon nga zemra të gjitha ata që e kanë mbështetur Albën që nga dita e parë, duke i konsideruar si forcën dhe motivimin kryesor për të vazhduar përpara dhe për të ndërtuar një jetë më të mirë. Ju jeni arsyeja pse Alba është në finale, përfundon mesazhi i familjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.